ti sa dush tuj po të fali, kur në vepër nuk e ban ato. Prandaj është madhështore që ka po, se përfundova. Por, me abstrahu, edhe me po të qysh shuj se more është, a di kush o Ramushi Haradinaj, është po na krejt e dina, është heroj komtar i këti veni, është meritorin ndërmat mëdhajt këti veni për lirin e këti venit. Por gjithashtu, Zoti Haradinaj nuk e ka vetëm një identitet, që është identitet shumë themelor, e që është heroj i këti venit i gjallë. E ka dhe do identitete tjera që është identiteti partijak politik. E kur t'jem këtyrë... Aty matet me vot. Aty matet me vot, por matet edhe me kritik. Se nuk është more herojin e gjallë i cili ja kam sy politikës në pluralizëm mi thonë qeveri skeq, se me ndonë ashtu, nuk je kon skandalos që tu, je kon gabim që tu, si a ki haberin që aty. Ose ke qenë mirë aty. Ose ke qenë mirë aty qysh ka qenë të ushtria, themelimi ushtris, ose ligji për kryt qytet, ose taksa, edhe vendushmëria mbi taksën të e servis. Gash është objektiv. Dhe natyrisht që është budallaki, edhe është mos njohje themelore demokracisë, edhe idesë e ekzistimit, të pluralizmit dhe mendimit ndryshe, edhe kritikës, është një farë mos pranueshmërie, ja, zban babën me kesh, qysh, kush e thash? Ai Ramushi është hero, edhe tash, ti pe kesh Ramushin, jo me shajt, jo me ofendu, jo me ranu, mi thon njeri Serbis, se so, është hero kombëtar, por me i kritiku me ven, për këtë qeverisje, kur mendon që e ka merit, heq mos me akput kritikën, me votu ose me zhvotu. E ata që kritikojnë kryeministrin aktual, t'juvin njën me Vučićin, apo? Patriotizmi, kush e kritikojnë? Këtë ata që kritikojnë? Cilë të kritikojnë? Hina, si shlezojnë rrjetet sociale? Me shaj, jo, me ofendu nuk bojnë mirë. Aj po ofendon, njën Po shaj po ofendon? Kryeministri. Shkaj ka thonë, Hajvona ju ka thonë. me Vučićin, a? Hajvona ju ka thonë. Ky ka thonë me Serbin. Hajvona ju ka Po ky ka thonë me Serbin. Dhe ta vërteton që ky... Gash, cila më erën, Hajvona me Serbin? Jo, valoj me thonë tratore, me thonë pas, je me Serbin, 5 fish o majron. A din qka, shiko, do më onë hajvan bon me konë, kofsh bon me konë. I pa ditun. Edhe unë se kam rojt ato shka ka thonë hajvan, o shgut ka po gabim. Po vish mi thonë, zdo dit lume. A po të gutet për natë, Zdo dit lume me ofendu. E me gjithi keta, je njëri Rusis, je shpion, je njëri Serbis. Blevim. A, ja, nuk është e pranushme. Qa do të bëjnë këto raste, Blevim? Duhet me ka përcy. Jo, kur të thojnë ti e njeri Serbis, ti e njeri Vučićin. Ti po e bashkon kritiken edhe malkimin edhe shonjën. Unë shka kësha po si kshila, po do me thonë... Po pra, qa do t'ju bo qatë në njerëzve? Ki shumë shkollë në atë aspekt. Kshila jeme është mos me ron provokime edhe mundzeje me të pështu fjalla mi ju thonë hajvan. Mas miri është mi injoru, edhe milion moqali neve. Po shka me po që do njerëz po jam prej gjakut edhe mishit edhe po dalin për tej. Unë personalisht që zonë pyte, mas i ke pyte retorike, i kisha lonë moqalin e vetë. Shkretoni ju sa doni, qiti etiketa sa doni. Unë, kër e din njeri që është i pastër, kritikom sa dush, a din Shqipet. Qaulantin edhe bak, qaulantin dërire, oratola dhe jenë këtë drejtim se... Po flasë qysh regulohet me regulativën ligjore të aplikoshme në Kosovë, me Konventin Evropian për drejtat